Shpat, shpirti motrës, ti linde me yll në balë. Ishe së pari një njeri I mirë, me zemër të bardhë, të butë, dhe një njeri fisnik. Dije të ndjeje hallet e të tjerve nga empatia jote e madhe, por edhe të gëzosh me lumturinë e të tjerve. Shpati, ti doje shumë fëmijët dhe pleqt, por I kishe afër gjithmonë njerëzit që të shonin të qeshesh, doje shumë të qeshesh. Buzëqeshja ishte sinonimi yt. Është e rëndë të pranojmë se nuk do ta dëgjojmë më zërin tënd, por ti do të mbetesh mes nesh në çdo kujtim, buzëqeshje dhe gest mirësie që ke lënë pas. Jeta e Shpatit ishte një shembull dashurie dhe modestie, një shenjë që bën të kuptojmë se njeriu me vete merr atë që nuk merr me vete atë që ka patur, por atë që ka dhënë. Sot nuk do të themi lam të mirë për gjithmonë, se ti do të ngelesh gjallë gjithmonë në zemrat tona, ti do të ngelesh dhe do të mbetesh dritë në familjen tonë dhe bekim që Zoti na dhuroi. Amanetin tënd, Roelin, do ta shosi sytë e ballit. Jam krenare, që jam motra jote, vëllau im I Vockën Shpati. Zoti e past pranë vetes I dhënë paqë dhe qetësi, I paharuar qoftë kujtimi për ty, zemra motrës. Sot nuk kam fjalë të mjaftueshëm për të përshkruar vëshllukun që e ka lënë. Na I ke shumë herët, shumë padrejtësish. Por kujtimi I tij do të rojë në zemrat tona, në çdo melodi që ai këndoi, në çdo buzëqeshje që na dhuroi dhe në çdo skenë ku emri I tij do të përmendet gjithmonë me nder. Shpat, miku im, kemi nisur bashkë prej këtu dhe sot prej këtu për të them lam të mirë. Do të na mungosh në çdo hap, në çdo moment, në çdo kujtim. Por ti s'ke vdek kur. Zëri yt, shpirti yt, e gjithë dashuria që ke lënë pas, do të jetojnë për gjithmonë. Dhe sot nga kjo skenë, ku nisëm si fëmijë, po të lëshoj me lot, por të mbaj me shpirt. Kjo nuk është lam të mirë, miku im. Kjo është shihemi prapë për gjithë lloj. Sot do ta lëm të pushoj për jetë shumë. Por nuk I themi lam të mirë. I themi faleminderit që ishe pjesë e jetës sonë. Faleminderit për gjithçka që dhe. Për dritën që na le. Për këngët tua. Për madhërinë e valles kosovare, e cila do të këndohet dhe luhet përjetësisht. Qoftë I paharuar kujtimi për Shpatin. Reagimi im ishte, jo s'është e vërtet, po bisedë, unë kam qenë prej një lajmi të tillë dhe nuk është e vërtet, nuk mund Shpati të vdes. Shpati ka qenë një djalë I pashëm, një djalë gjithmonë I buzëqeshur, një djalë që të gjithë e kanë dashur. Dhe se di ndjem momente shumë të vështira, sepse unë e njoh Shpatin që fëmijë, e kam thënë se meritori më I madh që grupi në Elita 5, grupin tim e njeh e gjithë popullata jashtë kufive të Maqedonisë, është meritet madhit babait të Shpatit, Naim Kasapit. Pavarësisht emrit tënd të madh, suksesit, talentit dhe gjithçka që ndërtoje me punë, për mua ti do mbetesh gjithmonë Shpati me zemër të pastër dhe buzëqeshje të bardhë. Ashtu siç të njohëm të gjithë, I dashur, I butë, I qetë dhe plot shpirt. E deshe muzikën me gjithë qenien tënde. Dhe unë dua të besoj se sot atje lart ti po I këndon me engjujt, me atë zërin tënd që preke parfund zemra. Ashtu siç përmendi edhe ikona tjetër e Tetovës Arifi dhe shumë tjerë individ dhe grupe të cilët e prezantojnë Tetovën
edhe në rangun kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Një ndër ta ka qenë Shpati, i cili më së miri na ka prezantuar. Prandaj ne ndjejmë dhimbje që nuk do ta kemi në mesin tonë, por sigurisht që ngushtimi është se edhe më tutje do jetë në mesin tonë me gjithë këngët dhe me gjithë atë që ka pasi krijimtarit të tij, por po ashtu ngushtimi jonë do të jetë ajo që gjithë besojmë që Shpati me punën që ka bërë, por edhe si besimtar që ka qenë nga banorët e Parajsës. Para nesh sot qëndron trupi i një artisti i cili u shua fizikisht, por jo edhe drita e tij. Ajo dritë që ai e mbante të ndezur gjithmonë në shpirtin e tij, ajo dritë nuk shuhet kur. Shpat, jemi mbledhur këtu për ty, Shpat, për të thënë se mungesa jote dhëmb, por kujtimi për ty do të jetoj bashkë me këngën dhe zërin tënd të bukur. Në çdo kujtim që ndajmë, në çdo moment ku na duhet një zemër e pastër për ta kuptuar çka është dashuria. U pret në paqe Shpati i bardhë. Lavdi kujtimi të Shpatit. Një njeri që na la shumë më shumë se sa mori. Kur në jetën time nuk isha paramendu që intervista e fundit e tij në shtetë bashkë me mu. Kur në jetë nuk isha paramendu që intervista e tij e fundit do t'i falenderon se cilin. Do t'a falenderon nënën për sakrificën e mundit që ka bë për të. Do t'a falenderon bashkëshortën që ka sjell djalin në jetë. Do t'a falenderon vllaun, do t'a falenderon motrën, por mbi gjitha i thot gjithë atyre cilve më falni nëse ju kom lëndu apo kom gabu. Më Shpati ka qenë i pagabushëm në çdo moment dhe çdo